Arkimed Lusha, i njohur ndryshe si Stresi, e ka mbështetur Gjesin që nga fillimi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ai ka komentuar situatën e Jos Markut me fituesin e këtij edicioni, incident që ndodhi një javë më parë, ku Jos Marku i qelloi me shpull Gjestit. I njëjti thotë se Josi në rend të parë ka qenë bari i delesh dhe është marrë me kullos. Në rreth të parë ka qenë bari i delesh, është marrë me dele, me kullota, me lopë andej, ku ka ndenjur. Ja kam thënë edhe kur të jetë prezent, bari nuk është ofendim, u shpreh ai. Moderatori i kërkoi që të mos ofendonte në këtë lloj mënyre. S'kam asgjë të komentoj, ja ka lënë publikut e di vetë ta gjykoj, nuk ka qenë gjest i hiqshëm dhe kaq, tha Stresi ndër të tjerash, teksa dukej mjaft i acaruar me situatën që Josi krijoi me Gjestin brenda shtëpisë së famshme.